Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Jemi dhe me te duke folët për hadithën e Esmës, radiallahu anha, e cila të regaj se si ka shkuar të Aisha, edhe ka gjetur atë në namaz, edhe ka vetet që ka jetu falë, sepse nuk ka qenë koha namazet, e Aisha ka bo me dorë lartë në qiell, për të treguar se është në zanë dielli. E pastaj ka shikuar dhe ka pa njerëzit duke falur, e ka hyrë namaz. Folën për biografinë e Esmës, asaj gruaje shumë të veçantë. Dhe thamë se kjo është hadithi i parë që cek Imam Bukhariu nga ajo, se transmetuse, e gjithsej ka transmetuar 56 hadithe. Vetëm të Bukhariu janë të mëdha të sash. Allah qoftë i kënaqur me te, me familjen e saj, dhe me të gjithë sahabët, po dhe me neve bashkë me ta. Ta në shkojmë të komenti e spjegimi hadithit, e që është fakt edhe sënimi kryesor. Nuk ka dyshim se jeta në varreza është hak. E pjesë e saj e jetës në varreza është edhe sprova e varrit, e cila quhet ashtu, sprova e varrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë tërë jetës së tij lutej që kjo sprova e varrit të jetë e lehtë. Që Allahu na lehtësoj llogarinë në varr. Që ka ardhur në shumë apo në disa transmetime. Ndërto hadithi Aishës, i cili është në Bukhari dhe në Muslim, se pejgamberi alayhi salatu wassalam thashte: Allahumma inni a'udhu bika min fitnati an-nar wa min adhabi an-nar wa a'udhu bika min fitnati al-qabr ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. O Allah, kërkoj prej teje apo mbrojtjen tënde prej sprovës së xhehenamit. Kërkoj mbrojtjen tënde prej dënimit të xhehenamit. Kërkoj mbrojtjen tënde prej sprovës së varrit. Kërkoj prej teje mbrojtje prej dënimit të varrit, prej dënimit të varrit. Kërkoj prej teje mbrojtje prej sprovës së pasurisë. Kërkoj prej teje mbrojtje prej sprovës së varfërisë. Kërkoj prej teje mbrojtje prej fitnes provës së Mesihut Dejjal. Pra, luta i bekuar alayhi salatu wassalam që Allahu ta ruaj nga sprova e cila shpije në xhehenam. Në fakt, këtu janë për neve, sa është mësuesi joni, do të na mësoj. Për ndryshe, për të ai ka të garantuar, të siguruar, por këtu janë për ne. Pra o Allah, rumë prej sprovës së xhehenamit.
që i bije, rumë prej veprave, gjërave të cilat mund të sprovohem, që nëse i bëj, shkën gjëhnem, pra mos më lemeran ato veprime të cilat më pas me qojnë gjëhnem. Por rumë edhe për zjerë me gjëhnem. Rumë zëtë prej sprovës së varrit dhe dënimit varrit, që do vije pak më pas. Rumë zëtë prej sprovës së pasurisë, që në nënkupton. Pasuria jo gjithherë është hajrë për robin. Njeriu mund të bëhet i pasur, po mund të ta fitoj halal me njerëz, ama kur të fiton pasurin, pastaj i hin vetjan hoj, e fiton një vetë pëlqim, dhe i rritet menja. Dhe jo vetëm kaq, por ndoshta edhe zakatin priton me dhamë, me nxjerr hakun e pasunisë. Ose runa zëtë shpenzon pasunin punë të këqija, në punë haram, që është i hidhruar Zotin tu. E rëndësishme, pasunia mund të jetë sprovë e robit, që mund t'ja shërën shumë. Andaj ka bo doa zëtë rumë prej sprovës e pasunisë. Fitness. Por rumë zëtë për fitness e varfërisë, sepse varfëria mund të shtyjë robin të humbë sabrën. Se të humbë sabrën, i ka punë të keqë, jo vetëm kaq. Por varfëria mund të shtyjë robin me fitu pasunin në mënyrë pa leqme, me bo kabul haramin, vetëm marrë deri te pasunia. E këtu tani ku e qojnë? E qojnë gjëhnem. Me ruaj e Zot prej sprovës së Dejjalit. Me ruaj prej sprovës së Dejjalit. Pra, pjesë e kësaj lutje, më ruaj prej sprovës varrit, sprovës së Dejjalit. E Dejjalit, prej shajvat në datë kiametit, sprova randë për njerëzit këtë dënja. E sprova ma randë që e ga detërobin në këtë dënja. Në këtë hadith, pra këthejmë të hadithi, e Esmes radiallahu anha, aje të regon se njëherë shkoj tek motra e vetë Aisha. Në shtëpinë e sajna, por Aisha kështë qëllu duke falur, e kështë gjithë atë duke falur. Rënë në shtëpi. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, imam i xhamatit. Aisha e lidhën me xhamatin, por në shpe. E shpia dhe xhamia, i ndalësht një muri vogël, sepse pejgamberi ka pas shtëpiat e tij ngjit me xhami. Kur hyn ajo, dhe pas se po falet, u çudit. Dhe instinktivisht e vetë që ka bën. Tash ajo Aisha me fol nuk mund, se namaz, por bëni me dorë nalt. Që të kuptoj ajo, po fort me tregu se nxon dielli. Nxon dielli. Eklipsi i diellit. Atëherë ajo o lidh namaz. I bashkan gjithë Aishës. Radiallahu anha, dhe që dyja për falë namaz. Cëllë namaz? Namazën e zënjes së diellit.
Sa herë që nxine dielli, të quhet eklipsi i diellit, është sunnet. Është sunnet që imami të falë 2 recate me xhamat. Edhe të kënej Kur'an gjatë. Mundësisht derisa të largohet eklipsi. 2 recate, sigur se recatet rëndëm që falen, 2 recate që falem një rëndëm me nga një ruku. Këta me nga një ruku, e themi sepse ka dhe vendime tjera, të cilat thonë se 2 recate, por në secilin rekat nga 2 ruku. Pas namazit, imami drejtohet xhamatit dhe vazhdon të lutet e të bëj dua derisa të largohet krejt se është zënia e diellit. Tani, nëse kthehemi te komenti i hadithit, pra cakon namazin e diellit sa për një huri, sa është sunnet, sa herë që nxine dielli, imami fal namaz me xhamat. Dhe ja pejgamberi ka vepru këtu. Alayhi salatu wassalam. Pejgamberi pas e fali namazin, apo e përfundoi, mbajti një fjalë ku i falendroi Allahun, e lavdroi, pastaj po i tregon xhamatit apo i thot: O ju njerëz, krejt që kanë nuk kanë pa, deri me tani, e pash tash, sa isha në namaz. Shumë gjana pash. Derisa pash edhe xhenetin, pash edhe xhehenemin. Më pas, për ju tregon shokëve tina, por edhe neve pas të gjithve, se njerëzit do të sprovohen në varr. Do të merren pyetje, pas atë vdesin, të futen në varr prej 2 melekëve, Munker dhe Nekir. Tash këtu fillon sprova e varrit. Sprovë kjo që nuk është e lehtë hiç. Për atë, e krahasoj edhe me sprovën e Dejjalit. Sepse sprova e Dejjalit këtë dynja është shumë e rëndë. Të pak janë ata që shpëtojnë prej sprovës së tij. Pra, është rëndë, nuk është lehtë me kalu sprovën e Dejjalit nëse nxojnë gjallë, apo nëse delaj sa të jemi në gjallë. Për pas ata që e forcon Allahu. Po është edhe marrën pyetje në varr, është një sprovë për muslimanët. Sepse për ju muslimanët mos vet hiç. Për ta hiç mos vet. Po për muslimanët është sprovë. Ky bekuar, për ata pa thot, është kjo sprovë sikur se sprova e Dejjalit. Ky bekuar, po paralajmëron se sprova është hak e vërtet dhe se e komendohet. Siç thash, kur hënë në varroset robi, ndash qatë ditë, ndash mas 2 dite, ndash mas 1 javë dite, ndash ta mojnë 1 muj ditë 6 muj në frigorifer. Kur të në varra i këmë marrë në pyetje. Kam i hy shpirtin në trup. E kam më në gjallë. Por që ne nuk e dim çfarë jetë është ajo.
dhe kam më marrë pyetje prej milaqeve të Allahut. Këtu në hadith për thot se milaqet e pyesin dhe i thonë, çfarë thotë për këtë njeri? Çka din ti për te? Besimtari lehtë e thot, ai është Rasulullah, ma është Muhamedi, i dërguari i Allahut, në ka ardhur me argumente dhe me udhëzim të qartë, me hidajet, e kemi besu, e kemi pranu se pejgamber, e kemi pasuar. Ai është Muhamedi, 3 herë radha zje përsërit, robin varë muslimani. Milaqet i besojnë që ka për thëtë, edhe i thonë, ne kemi ditë që te ke besuar hak, po të besojnë atë që për thu. Andaj e përgëzojnë atë, edhe i thonë, flaj qetë, pusha, dhe i rësat bjen kiameti. Me ka që kreu, besimtari. Në anën tjetër, hadithi vazhdan, munafikut, apo ati që ka qenë dyshimt, jo besimtari, kur të thua që ka thua ti për këtë njeri, për pejgamberin alayhi salatu wassalam, ai thot nuk di. Kam dëgjuar njerëzit duke thonë për të diçka, po edhe kam thonë si ata. E që nuk kupton se kë ka thonë me gojë për hatër të njerëzve, por jo me bindje se është pejgamber. Andaj, nuk e kryen punë heq, sen nuk e kryen punë atina. Pra njerëzit që njohin pejgamberin alayhi salatu wassalam, qoftë sa kanë jetuar me te, qoftë më pas, s'e kryen punë kur gjë. Madje nëse thojnë me gojë se ai është pejgamber, pa e besuar tamam me zemër, prapë s'e kryen punë kur gjë. Kështu që kë nuk mund të thëtë atë që thëtë besimtari. Kë nuk po mundet me thanë, a i ka qenë pejgamber, a i ka qenë Rasulullah, a i në ka ardhur me udhëzim, a i në ka ardhur me Koran. Allahu me të ne ka qërësit, s'mundet me thanë. S'mund me thanë sa është Rasulullah, por thojnë, ne kemë dëgjuar për te, dhe që kanë thonë njerëzit, kemi thonë edhe na. Andaj, këta pastaj kanë dënim të randë, në varë, në dhimshëm. Dhe të vazhdushëm, dhe rinë kiamet. Dhe këtu fillan për një mend, dënimi i tyne. Ani pse ata dënim përjetojnë edhe gjatë vdekjes, sepse shpirtat të nxirren me vështirësi, por këtu fillon sikleti i madh. Allahu na ruaj. E besimtarët e kalojnë me emër të Zotit, që kanë qenë të bindur. Buhariu e ka thënë këtë hadith në këtë kapitull, ani pse hadithi ka të bëjë me vdekje, me një pjesë, po ka të bëjë edhe me namazin e nxënës së diellit që ceko. Por e ka cekur këto këtë kapitull të dijes, sepse Aisha radiallahu anha bëri me kokë duke qenë namaz. Dhe u dha përgjigje me shenjë. Njëherë me dorë, pastaj edhe me kokë,
esmës, e që ka për qëllim të argumentoj, Imam Buhariu ka për qëllim argumentu, se përgjigja apo fetvaja mund të jepet edhe me shenjë, që të cekë edhe më herët, edhe me shenjë. Pra nëse pyet dikën diçka, dhe thua, qashtu ta kry po, edhe fetvanaj, edhe përgjigje, edhe nëse nuk fol hiç. Kjo është shkaku, arsyeja pse ka cekë Imam Buhariu këtë hadith në këtë vend. Por hadithi pas tjera tregon për jetën e varreza, se ai është hak, dhe se në varr ka jetë, ka shpërblim, por mund të ketë ndëshkim. Allahu na ruajt. Po ashtu, hadithi kupton, hadithi sqaron se njeriu do të ngjallet në varr. Se i futet njeriu të shpirtin në varr. Përndryshe, çish pyetet ai? Nëse hadithi po thot pyetet. E çish pyetet ai? Çe pyesin me laçet nëse s'ka shpirt. E që ka dhe argumente tjera për posti hadithi, që tregojnë se shpirti i tina i futet në varr, edhe i thuhet qau, qum, edhe qohet ai. Edhe ishe me laqet për para vetë. Kështu dy me laqet mund kërua në kirë. Sigurisht që hadithi tregon për daljen e Dejxhalit, dhe se Dejxhali nuk ka më ardhur, dhe se kiameti nuk ka më bë pa ardhur Dejxhali. E që është një sprovë e madhe për njerëzimin, është fitnë që të cekon pak më lart. Hadithi tregon gjithashtu për ligjshmërinë e namazit kur nxinë dielli, pra namazi e zënjes së diellit, që quhet salatul kusuf. Se thamë, më lart, ku falen burrat, falen edhe gratë, derisa të hiqet ajo zënje e diellit. Prej hadithit kuptohet se bën me bën ndonjë shenjë njeri kur ana namaz. Nëse është detyrohesh me bën ndonjë shenjë, por jo me fol. Aisha boni një herë me dorë, tani boni me kry, por nuk foli. Sepse po foli, e prishi namazin. Po dha ndonjë shenjë, nuk e prishi namazin. Nuk e prishi. Tani të shenja, i që është lëvizje, pastaj fuqahat të kanë diskutuar, nëse është e domosdoshme, që ka qenë ki transkutuar e nevojshme, është çështje tjetër. Po nëse nuk është e nevojshme, e nevojshme për shembull, jashtë këtij rasti këtu. Nëse je duke fal namaz, edhe fëmiju e nisë kanë, edhe vjen të kapet për kape. Kanë do më pakajt i kajt. Edhe ti e namaz, e zgjat dorën, e kap fëmijën që të naltë, nëse nevoja e man, për gjoks apo për qafe, në gjoks, edhe vazhdon me fal namaz. S'fole, por lëvizje, bëre lëvizje. Amo lëvizje të domosdoshme, të nevojshme në të shumë. Janë të nevojshme. Andaj, të nuk e prishin namazin. Por gjithmonë me qenë sa më pak, edhe sa më të kontrolluara. Ndërsa lëvizjet që janë pa arsye, të pa justifikueshme, ato nëse janë të shumta, e prishin. Nëse janë të pakta, është me kroh, e pa pëlqyer, por nuk e prishin, e tani janë mesele tjera, nën mesela për divergjenca mendime të ulemave,
divergjenca mes tyre, se sa lëvizje, nëse i bën, nuk e prish, e që ke ka vena që këtë shkojmë të namazi, nëse dënë Allahu te bareke wa ta'ala. Kaq për sot, Allahu e din më së miri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري